nga ana e kua që të vazhdoj këtë partneritet, ju garantua zonjës Osmani se 66 mandatet e kësaj magjorance do të ishin për të, dhe ju kërkua që të siguroj mbështetja nga opozita, nga një pjesë opozitës, sepse siç e dini, Këshillëria e Kosovës përcakton se për të zgjedhur presidentin duhet të ketë të pranishëm në sallë të paktën 80 deputet, pavarësisht pasaj votës. Dhe nga janari, presidenti Osmani, gjithë në ekipi afër saj, më afër, ushtruam një proces diskutimi, dialogimi me faktorët të opozitës, në rast të parë me Lidhjen Demokratike të Kosovës, e cila ka 15 mandate në parlament, por dhe me partitë tjera në opozitë, dhe u arrit të siguroj këtë mbështetje, tashmë është publike fakti, jo vetëm vot pro, por sigurisht prani në sallë. Pra 15 mandate LDK do të ishin të pranishëm në sallë për të garantuar quorumin prej 80 votash për Vjosa Osmanin. Plus kësaj, kishte edhe vota të tjera që do të vinin nga partitë tjera në opozitë, dhe shkonte në një total me garancitë tona, shkonte të rreth 22 deputet të pranishëm në sallë nga opozita për të garantuar votimin për Vjosa Osmanin. Pra nuk është e vërtetë ajo që thot kryeministri Kurti ose njerëzit e vetvendosjes, në mos Kurti, por njerëzit e tij në vetvendosje që Vjosa Osmani nuk I kishte numrat në sallë për të marrë një mandat të dytë. Është totalisht e pavërtetë. Është totalisht e pavërtetë. Dhe fakti më I hidhur I kësaj historie është që ai e di që është e pavërtetë. Dhe unë ju aprovoj që vetëm një javë përpara se të ndodhte seanca e fundit, edhe në formë të dokumentuar të shkruar e kanë ditur që 15 votat e LDK do të ishin pranishme në sallë, plus në çfarë mënyrë? 5 ose 7 do të ishin pranishme në sallë, LDK do ishte pranishme në sallë për Vjosa Osmanin. 13 vota pro, 2 mbase mund mos votonin, por do të ishin pranishme në sallë për të garantuar quorumin. E plus 15 votave të LDK do të ishin edhe disa nga partitë të tjera, po ju them. Do të shkonte numri në rreth 22 deputet në sallë të garantuar. E dinte zyrtarisht Kurti këtë. E dinte zyrtarisht Kurti këtë, e di vendosja këtë, në mënyrë të dokumentuar të shkruar. Tani kush kërkon që të vazhdojë të gënjej, do na detyrojë të nxjerrim mesazhet dhe komunikimet që kemi me ta. Dhe kur kjo gjë është bërë ditur, zoti Kurti nga Vjosa Osmani 3 ditë para seancës, zoti Kurti ka thënë që ti si kandidati ai me vendosjes. Duke prishur në mënyrë totalisht një anshme një marrëveshje, një kontratë politike, një beslidhje politike në mënyrë totalisht të njanshme. Okej, por ndihmojmë do të rishikuesit të kuptojnë se e kanë ditur që të paktën mbi 22 vota do të ishin në sallë për Vjosa Osmanin, pranishëm quorumin, mbi quorumin. E kuptova. Dhe po ja them 15 deputet e LDK do të ishin në sallë. 13 ishin vot pro Vjosa Osmanit, 2 mund të abstenonin, por nuk do të nuk do të linin sallën. Dhe kështu do të garantoj vota për Vjosa Osmanin. Do të ishin 3 apo 4 vota nga Aleanca dhe disa vota nga PDK, të garantuar, dhe Albin Kurti di me emra cilët do të ishin, të garantuar këtë gjë. Kështu që sot të duke gënjur njerëz publikun, do na detyrojnë të nxjerrim mesazhet që kemi komunikuar. Unë personalisht kam dërguar këtë mesazh, një javë para se të dote procesi. Kështu që këtë historinë ishin sigurt ta lënë sepse është e shëmtuar. Të ndodhi që Albin Kurti refuzoi Vjosa Osmani. Kjo është legjitim në të drejtën e tij. Është e drejtën e tij që kjo gjë të prishej. Kujt e keni dërguar që pse duhet përduar kriza parlamentare. Kujt e keni dërguar? Deputet shumë të rëndësishëm afër Albin Kurtit. Deputet shumë të rëndësishëm afër Albin Kurtit. Kështu që zoti Kurti nuk thotë dot se ma kanë përcjell mesazhin, po duhet kuptoj. Unë po të doj, besoj që mesazhi është dërguar sepse edhe përgjigje është dhënë, por kur të doj I kam këto mesazhe dhe mund t'i bëjmë publike në ditë. Me gjithë. Kështu që mos u hym sa historisë shoqëri, histori shumë e shëmtuar kjo që po ndodh. Është shumë e ndershme thua, nuk dua bashkëpunimin me Vjosa Osmanin, të lutem. Nuk dua partneritetin me ty, dua ta marr presidentin për një partisë time, është krejt drejtën e tij. Por të manipulohet publiku duke thënë se kishte mbështetjen e opozitës, është gënjeshtër. Sepse keni parë dhe vetë publikisht pranuar kjo gjë. Është pranuar nga Lumia Abdexhiu, kryetari I LDK-s, që ka garantuar këtë që po them unë, që 15 vota, 15 deputetë e LDK-s do ishin në sallë. Ju është thënë nga Dauta Radina, nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, që dhe Aleanca në masën më të madhe do të ishte në sallë, e do të kishte nga deputet nga PDK-ja, po ju them, në mënyrë individuale. Dhe shkoi 22 numri. Dhe Albin Kurti di gjitha këto historira, kështu që është e shëmtuar kjo përpjekje për të gënjur publikun. Është e drejtë që ai thotë unë s'doja të esja më me Vjosa Osmanin. Është e drejtë, kjo është e drejtë e vet, është e ndershme, e drejtë. Thotë arsyet, pse? Thotë Vjosa vetat, por që të gënjehet publiku në këtë formë, po të ishte kandidate e vendosjes Vjosa Osmani atë natë në sallë, Kosova do të kishte president sot e 60 ditë përpara.
Se është kjo krizë është, Albin Kurti një moment, këtu pastaj ka analiza, se cilë është i lirë të bëj analizat e veta. Zoti Çollaku, më dëgjoni një moment. Kjo histori ndodh. Ju lutem, më dëgjoni një moment. E besoj e fotografuam qartë të momentin e komunikimit të votave nga Vjosa Osmani. Tani, të ndihmojmë të kuptojmë teleshikuesin, pse atëherë, pavarësisht disponibilitetit të votave, pavarësisht disponibilitetit të zonjës Osmani dhe pavarësisht edhe Kurti në këtë sens ka se çfarë humbë, sepse është vështirë të mendohet që do të përsërisë apo do të përmirësojë rezultatin e 28 dhjetorit. Kështu që dua të kuptojmë. Okej, po dua të kuptojmë çfarë nuk funksionoi mes të dyve, sepse duket sikur është e marrëdhënia mes tyre të dyve, mes Vjosa Osmani dhe Albin Kurtit, që ju e përmendët në nisje të bisedës në